Pikërisht për të folur për atë që se çfarë ndodhi pra për disa partia apo koalicione në zgjedhjet e 11 majit, kemi ftuar në studio bashkëdrejtuesin e koalicionit Djathtas për Zhvillim, Engelida Alibej. Zoti Alibej, faleminderit që pranon ftesën. Faleminderit për ftesën. Në fakt doja ta filloja pikërisht nga ajo që deklaroi zoti Dashamir Shej, sot bëri një gest fisnik, dha dorëheqjen, ashtu duhen në fakt gjithë politikanët kur nuk arrin rezultate. Por unë dua ta filloj më tej në 11 maj, pra çfarë ndodhi që nuk arritët të merrnit qoftë dhe një mandat, pra ato pengesat, pikpyetjet tuaja, ndoshta do ishte më mirë të kandidonin në Fier, ku keni qenë fuqishëm 4 vite më përpara. Unë nuk jam nga ata që mund t'i kthesh mbrapsht edhe të korrigjosh vetveten. Ja. Për të qenë fare i sinqert, edhe nëse do të kisha mundësinë të rikthehesha mbrapa në kohë, do të kisha bërë të njëjtat zgjedhje, pa më të voglin dyshim. Sepse nuk ishin zgjedhje të nisura nga ideja për të kapur domosdoshmërisht një karrige deputeti. Unë të paktën jo, nuk kam bërë këtë. Ishin zgjedhje të cilat testuan, pse jo, ta themi këtë, testuan karakterin, testuan stofën morale të një politikani. Unë zgjodha këtë rrugë e vështirë, nëse do i quajnë të vështirë, nuk është fundi botës, nëse do i quajnë të vështirë, duke filluar që prej shumë kohësh, kur isha Partinë Demokratike, keni parasysh gjitha debatet e brendshme që janë debate karakteriale, morali, të zgjedhjes së rrugës, pa bërë llogari se ku do të çonte kjo rrugë. Dhe nuk e thash kot që e kam zgjedhur vetë prej kohësh të rrugë e vështirë, që ishte me rezultat të pasigurt për të ardhmen. Këto llogarit pasandaj të isha diku tjetër apo jo, sigurisht që janë llogarit të vogla për mendimin tim. Ndaj, për të vënë thjesht një kapsul gjithë i diskutimi. 3 element ka për të qenë i suksesshëm në një proces zgjedhor. E para të kesh një ofertë, pra të kesh disa vlera programore apo morale që i ke testuar në kohë. E dyta të kesh aftësinë që ti përcjellësh te njerëzit. Dhe treta, që s'është në dorën tënde, është te publiku, të vlerëson apo jo. Sigurisht unë nuk e qortoj publikun. Duhet të jem fare i hapur, filloj nga kjo e treta. Çfarë thot sovrani, kur e thot në mënyrë të lirë, do duhet pranuar pa asnjë nëse apo pa asnjë por. Tek e para, për sa i përket çështjes së qëndrimeve apo pozitës politike që kanë mbajtur dhe atyre elektorale, edhe zgjidhjeve, programit që së bashku me Shejin dhe me kolegë të tjerë, unë i qëndroj përsëri të gjitha atyre zgjidhjeve, çështjeve. Raporti me drejtësi, raporti me sistemin zgjedhor, me ekonominë e me radhë, ta mbyll. Besoj unë tashmë që nëse kemi pasur një dëshirë, kemi pas te ky momenti i dytë. S'kemi pasur mundësinë apo dhe po doni aftësinë për ta përcjellë tek publiku shqiptar, tek votuesit tanë këto qëndrimet tona. Dhe këtu do duhet të shohim gjithë pikpyetjen apo disfatën po ta quaj. Ndikoj sistemi zgjedhor për partitë e reja. Kur them sistemi zgjedhor, nuk dua t'i referohem thjesht dhe vetëm mënyrës shpërndarjes mandateve për llogaritive. Sistemi zgjedhor është diçka më e madhe se sa kaq. Dhe pyetja e parë është, a ka qenë një garë e barabartë? Sigurisht që nuk ishte e barabartë. Nuk ishte e barabartë, duke i referuar të themi pushtetit. Pushteti përdori administrat, përdori krim, përdori banda, përdori patronazhist, përdori fuqinë që të jep qeverisja, akte ligjore në kundërshtim me ligjin e me radhë. Po që pjesës së opozitës, unë do them, nëse kishim mundësinë të paguanin $6 milion në një strategi. Sigurisht nuk kemi pasur as mundësi financiare që nga mbrapa as unë, as zoti Shej, as kolegët e mi që të mund të hedhin paratë, do thënë kështu, jo. Përkundrazi, unë kam thënë, edhe këtu kam përshtypjen me një nga kolegët tuaj, kam thënë që ne futemi në këtë pa ndonjë mbështetje financiare, por edhe me një lloj kërshërie për të parë a mund të bëhet politik sot në Shqipëri pa mbështetje financiare apo dhe pa ndonjë mbështetje të madhe mediatike. Rregulli është në politik, siç kemi rregullat tona të bukura kushtetuese me radhë, çdo kush që ka një vokacion mund të prezantohet edhe ideja vetë ecë përpara. Pa këto pengesat artificiale.
do duhet kesh para, do duhet kesh media, do duhet kesh njerëz e me radhë. Besa duket, kam gabuar, se kjo ndoshta është gjë që se kisha parashikuar, dhe ajo që më bjen keq me thënë drejtën, që mu kristalizuan në sytë e mi, është që zgjedhjet e 11 majit treguan, thash dhe sot konferencë krijohet gjithmonë më tepër që hierarkia e forcave politike, PS, PD, PSD, po doni ju, fatkeqësisht është vendosur në bazë të forcës financiare që ka secili prej tyre. Pushteti ka më tepër para. Merr pjesën e luanit. Ta të PD-s, me sa duket pas kanë pas para shumë, për se paguan gjitha do shumë, dolën të dytët, PSD-ja, po doni ju kështu. Kjo nuk është e mirë për demokracinë, me thënë drejtën, sepse nuk duhet të jetë hierarki fuqish financiare, se sa idesh dhe qëndrimesh politike dhe morale. Tani, Partia Demokratike me liderin e saj për ditë thotë që na u vodhen votat. Madje kërkon tua faktoj dhe ndërkombëtarëve. Pyetja ime është, ju keni ankesa të tilla? Me ankesat nuk ime lëmë për tani, me thënë të drejtën. E para do të them që nuk është se duan të nxjerrin si kofini pas të vjeli. Ne kemi thënë shumë kohë parë. Kur këta të Partisë Demokratike, jo vetëm që sankoheshin, por ishin bashkë kontributor me Partinë Socialiste me Edi Ramën. Sepse një nga pengesat kryesore është ai që ju e më pyetët pak parë sistemi zgjedhor. Një sistem zgjedhor i padrejtë, deformues, madje këta shkuan në korrikun e vitit kaluar, ja dhanë 12 mandate në tavolinë e Edi Ramës. Të qartë që do të bënte të njëjtën gjë siç kishte bërë në 2021, 2017 e me radhë. Çfarë morën mbrapa apo vetëm për partinë? Morën, e di këtë histori. Morën çështjen e vulës, morën njohjen nga ana e Edi Ramës si partner në parlament, lidhën besën kundër SPAK-ut. Është fare e qartë tashmë. Së dyti, me atë sistemin e listave të mbyllura. Pra, ta nuk i lanë mundësi kandidatëve që të shpalosnin pra të secili prej tyre të kishte mundësi, edhe kandidatëve tyre madje, edhe të tyre. Nëse ka marrë një rezultat të tillë, është edhe për shkak të dekurajimit që sistemi zgjedhor me lista të mbyllura dhe kandidatëve të tyre. Së treti, nuk mund të ankohen, për sa kohë që procesin zgjedhor e kanë menaxhuar ata. Ata kanë komisioner, ata kanë numërues, kanë vëzhgues, i kanë në qendrat e votimit, i kanë në KZZ, i kanë madje edhe në KQZ. Duke qenë se ishin bashk, shkatruan madje edhe, e marri mend, shkatruan edhe Komisionin e Reformës Zgjedhore, për të qenë ata, e kishin mundësit aty që t'ja vendosnin kufin të thana Partisë Socialiste, jo vetëm që i dhanë ato që thash pak më sipër, po i dhanë dhe fushë të lirë me votën e diasporës, një vot totalisht e pa kontrolluar, me një rezultat të çuditshëm dhe anormal, që në 3 shqiptarë të diasporës 2 të votojnë Partinë Socialiste dhe Edi Ramën prej 12 vjetësh, është ky që ka larguar më së shumti shqiptarët. Këtë nuk ka njeri me mendje mesatare ta pranoj, por ishte dhuratë që ja bëri Sali Berisha. Ndaj në këtë pikë, këto ankesat që ju më pyesni janë thjesht dhe vetëm një refren i dalboje, po duhet të them gjë tjetër. Sali Berisha personalisht ka dalë fituar. Synimi i tij ishte thjesht dhe vetëm të kishte një numër sa më të madh deputetësh besnik, ushtar, dverbër, IK, eventualisht të asgjësonte çfarë do lloj sfidanti tjetër në opozit, në një farë mënyrë ja ka arritur, do ta pranojmë këtë, pavarësisht se 4 deputet partive të reja janë diçka, por nuk janë në një forcë e madhe, është për të parë se ç'do të bëjnë në parlament, pra duhet të jetë më së i lumtur. Nuk po flas për lumturinë e Edi Ramës tash, 83 mandatet pa merituara, mandati 4 me një super majorancë që rrezikon institucionet e pavarura, ky është, them që është fundi, momenti keq, s'po them fundi, se zë të jem pesimist në ekstrem, po është një moment nga më të këqija që të 35 vite që demokracia shqiptare ka. Në këto mandate, 83 mandate, nuk ka faj fare opozita që nuk arriti të bindë? Varet për cilën opozitë, më thuaj se unë nuk jam nga ata që fajin e vendos në mënyrë kolektive. Unë filloj që nga opozita e madhe, Partia Demokratike. Për Partinë Demokratike ka faj për shkakun se ja dha sistemin vet, ja dha çelësat vet, ujkut mëlçit në qaf ja vendosi vet,
Ju thash pra, i dha një sistem që ai e donte, sistemin me listat mbyllura, i dha një hapësirë të madhe të votës së diasporës të pambrojtur, siç edhe rezultoi, i dha këto 12 mandate shtesë, dhe mbi të gjitha, i dha dhe diçka tjetër. Që 26 korrik të vitit kaluar, me gjitha këto lëvizje që u bën në sytë e publikut, në mes gjasme të një betejë të madhe epike që bënin, lanë armët, shtrënguan duart dhe bën atë pakt, i lanë të kuptojnë shqiptarëve, kur them shqiptarëve, edhe demokratëve, që është i të ndeshjen. Dhe mendonin tani një publik i madh, i cili ka shqis për të kuptuar që këta e shitën ndeshjen, në fundit bën zgjedhjen e tyre, pastaj shkuan mbas të fortit, mbas pushtetit. Dhe kjo është faja e tyre. Nuk përjashtoi dhe fajin ton, po quaj partit e vogla. Kishin një mundësi të mirë, me thënë të drejtën, nga dhjetori i vitit kaluar, që të bëjë një bashkim. Për sa na përket, dhe s'do ta them për justifikimin, për sa na përket ne e bëm hapin ton, por sigurisht ne aq kishim mundësi, pra thjesht vetëm të ofronim një platformë, të bënim me dije për shkak të eksperiencës se do të thot një proces zgjedhor i padrejt, i pandershëm, kërkon një bashkim force, pa kërkuar asgjë nga ata, do ishte një bashkim ku secili do duhet dilte i fituar, nuk u pranuar, nuk dua t'i qortoj asnjërin prej tyre, por kam frikë që ai element i nevojës për të qenë bashk do të kenë të detyrueshme ta eksplorojnë dhe tani në fillim në shtator, kur të filloj parlamenti i ri, sepse jeta parlamentare është edhe më e vështirë, nuk do të kenë hapësirë, s'do t'u japi kush fjalën, s'do të kenë përfaqësim parlamentar, do ndodhen përpara një sherrri hipokrit që do të bëhet çdo të ende në parlament, ku flet njëri, flet tjetri, shajnë e bëjnë, dhe nuk do të dëgjohet zëri i tyre, megjithatë, për të mos i dekurajuar, këshilla e vetme, nëse mund të jap ndonjë këshill, është kjo që po, të mund të gjejnë tezat për bashkëta që atë të publiku shqiptar të dalin të pjekur, të dalin të mençur. Kjo kërkohet, pra të dalin me një mentalitet tjetër ndryshe nga teatri hipokrit dhe banal që bën Rama dhe Berisha. Mundsinë e kanë, numrat mases janë shumë në parlament, por pritshmëria e publikut nuk është e vogël, duhet ta pranojmë këtë, janë 170.000 vota. 170.000 vota, të cilat kanë dashur diçka ndryshe nga Rama dhe Berisha. Pra ky ishte ai elementi pozitiv në zgjedhje, pra. Elementi pozitiv në zgjedhje është pikërisht ky. Pra janë 170.000 shqiptarë në një situatë të dëshpëruar, të cilët kanë thënë një tjetër, edhe pse në një situatë dëshpëruar me një ndeshje të shitur, me një mazhorancë që kishte kapluar gjithçka, me një pjesë të opozitës tradhtuar atë siç ishin pritshmëritë edhe të vetëve, përsëri u gjetën 170.000 shqiptarë, të cilët shkuan, u çuan, votuan, të bindur që nuk është do të merrin mazhorancë, nuk do të merrin qeverisje, të cilët votuan pikërisht këtë, është për të vlerësuar dhe për të vlerësuar shumë dhe kanë detyrim përfaqësuesit në parlament të këtyre partive të reja të shërbejnë me devocion kësaj pjese që ka 170, të bëhen 270 e të bëhen edhe më tepër. Sikur partitë opozitare të ishin bashkuar, zotja Libe, le të flasim për partitë e reja pa partinë e madhe. E kuptoj. Do të ishte diçka ndryshe? Do të flisnim ndryshe sot? Unë them që do të ishte ndryshe. E para do të kishte ndodhur diçka. Aq sa që unë mund ta imagjinoj, atë që s'ka ndodhur, por që mund ta imagjinoj. Në publik do të ishte dhënë sinjali që pas ka një mas kritike shqiptarësh që din dhe të bëhen bashkë me njëri tjetrin, edhe pse të ndryshëm, po din të bëhen bashkë. Sinjali pra që ka ardhur koha që interesi i shqiptarëve edhe mund të përkëdhelet nga ca fraksione politike. Kjo është e para. E dyta, edhe në terma numerik. Sipas llogarive të mia, të thjeshta për çdo, 170 apo 180.000 shqiptarë që zvotuan asnjërin as tjetrin, mund të përktheheshin fare mirë diku tek 13 apo 14 mandate nëse do të ishin bashkë. Përfitim do kishte, po i marr me radhë, do kishte Lëvizja Bashk, Nisma Shqipëria bëhet, Agron Shehaj, nëse kanë marrë nga 2 apo nga 1, do të kishin nga 3, nga 4 e me radhë, në ndoshta asnjë, por në parlament të pranojmë edhe forca për kthehet në numra. Është
fjala është ajo që është forca realisht në parlament, është votë, por megjithatë është edhe numra. Imagjinoni sikur të kishim për shembull një grup parlamentar, do të kishin zënë konferencë e kryetarëve, do të kishin marrë një komision, do të ishin në delegacione, do të ishin një pik kontakti, një adresë e mirë, pra do ishin krijuar komoditetet të tjera për të shpërfaqur. Qartë. Zoti Leve, ky copëzimi i Partisë Demokratike në shumë copa ndikoi në këto zgjedhje. E di pse e them këtë, pasi shikoj se opozita më shumë sigur e ka luftën me njëri tjetrin se sa me Partinë Socialiste. Më ka bërë shumë përshtypje një status i Alfred Lerës nga Partia Demokratike, ju ka vënë juve dhe Lulzim Bashën target, dhe thotë që ai pat Euro-Atlantikët apo djathtas për zhvillim, votat sa kusuri një kafeje dhe ujë, apo sa rezultati një bilardë. Pra, e ka betejën me ju dhe jo me Partinë Socialiste. Kam bërë shumë përshtypje. Nëse duket e ka pasur me ne, nëse për ta qarmik pas ka qenë Partinë Demokratike. Do ta them atë, por nëse pas ka qenë suksesi, domethënë që unë apo dhe Lulzim Basha nuk morën vota dhe që kanë të gëzuar, pas kanë fituar atë. Po kanë përshtypjen që këtu nuk është ky, përshtypjen që ata demokratë, që ata pretendojnë të përfaqësojnë, janë edhe për 4 vite të tjera në opozitë, 16 vite. I ka shkuar nga mbrapa, gjithmonë atyre. Dhe jo vetëm ata demokratë, se duhet të flas në mënyrë sektare. Po ka edhe socialistë në fakt. Po ka edhe njerëz të cilët nuk kanë shkuar, janë 200.000 që s'kan shkuar në zgjedhje, që kanë abstenuar. Një përgjegjësi politika duhet ketë, dhe sigurisht opozita më tepër. Tani, me ka luftën. Unë s'dua të tregojmë që kanë luftën me ne, por një gjë është e sigurt, me Edi Ramën se kanë pasur luftën. Pse? Po nuk kanë pasur luftën sepse të paktën për 4 vitesh u tregua fare qartë që synimi i vetëm i Sali Berishës, të paktën nga 2021 që këtej që atëherë kur pati problemin e madh dhe vazhdon ta ketë fakt me Shtetet Bashkuara të Amerikës, i vetëm synimi i ishte të kapte Partinë Demokratike dhe ka realizuar dhe skena të shëmtuara edhe në selinë e Partisë Demokratike. Më keq se sharjet në Facebook që mund të thotë njëri apo tjetri, deshin një vrarë në 8 janar, do duhet ta pranojmë, ta themi këtë. Dhe arkitekti i kësaj ishte Sali Berisha, askush tjetër. Po jo vetëm kaq, por se krijoi brenda ose në tek trupa e atyre që ishin mbështetës Partisë Demokratike një gjuhë urrëtie, një aciditet toksik që është vështirë për tu kapërcyer, me sa duhet nuk ka për tu kapërcyer. E treti, sigurisht se ka luftën me Edi Ramën, sepse është shumë, e çuditshme nuk është xhanëm, po keni parasysh për çështje që ju interesojnë bëhen bashkë. Bësh bashkë kundër Spakut. Godit njëri, godit tjetri. Edi Rama gjatë fushatës i tha, jo nuk e godas sepse jashtë pjella jone me një çfarë bëri para 3-4 ditësh. Me rekomandime që çoi Spakut, ja vendosi kufirin të thana sipas tij. Ka një komisioni Xhafa e ka ende në këmbë. Sali Berisha për ditë bën të njëjtën gjë, ka një hall drejt për drejt, bjeri Spakut, bjeri drejtësisë. Pra bjeri atij që është problemi i njërit edhe tjetrit. Pazare kanë bërë me njëri tjetrin, amnistia fiskale, amnistia penale, e me radhë. Kështu që është krijuar dhe këtu e kam bindje që midis Edi Ramës dhe Sali Berishës sot nuk ka kurrfar dialektike apo kundërshtie, janë thjesht pjesë e një sistemi të ngritur e të mbajtur në këmbë prej të dyve, njëri mbajnë qeverinë, tjetri në opozitën, dhe do të vazhdojnë të jenë kështu si enë komunikuese me njëri tjetrin për të azisuar dhe asfiksuar çfarë do lloji zëri tjetër, për të bërë atë teatrin hipokrit çdo të enjte në parlament. Njërë bëu sikur do zihen, njërë do djekin ndonjë karrige, pastaj do ulen të bëjnë ndonjë pakt, ndonjë marrëveshje. Dhe ky është sistemi i cili sot ka përgjumur, ta pranojmë dhe këtë, ka përgjumur edhe elektorati shqiptar. Ndaj, ajo se çfarë ka thënë zotëria, me sa duket i ka folë supo shjenca kështu që e ka. Gara atyre pas ka qenë hiq këdo që mund të na sfidojë në opozitën e përjetshme, sepse pazaret me Ramën i bëjmë kur të duam. Opozita e përjetshme, por si e shikoni të ardhmen e opozitës tashmë, duke folur që nga Partia Demokratike ku lideri i saj nuk pranon të japi dorëheqjen, këta po duke po gryen me njëri tjetrin, kandidatët po shajnë kandidatët e tyre më vodhe vota, apo më vodhe dikush tjetër një kandidat thotë që ti erdhe me votat e Ramës, fitove me votat e Ramës, do me thënë, e gjithë kjo, si e shikoni të ardhmen e opozitës tashmë?
Ka zgjidhje. Nuk është e shpejt, por ka zgjidhje. Ju thash, nuk e mas thjesht dhe vetëm me ato 4 mandate që janë marrë nga partitë e reja. Do donim ta kishim në një, nuk e patëm, por është më rëndësishme me një të dhënë. Zgjedhjet vinë shumë shpejt. Kjo pasaj nuk është se mund të bëhesh nuse sa herë të duash. Po thosha diçka tjetër që janë 180.000 shqiptarë, më shumë se sa, janë 13% shqiptarësh të cilët një situatë kaq dëshpëruar. Për këtë janë në 13 mandate. Bën një zgjedhje tjetër. Dhe bën këtë për shkak, du ta them këtë, bën këtë për shkakun sepse ajo që konsiderohej dikur si opozit, që ishte Partia Demokratike, është një parti tashmë e vdekur, është një gjallës që nuk jeton më, nuk ka ofertë politike, nuk bën cikël të përfaqësuesve të tyre. Qëndron aty, do të vazhdoj të qëndroj, Sali Berisha është punë e tyre, nuk jam duke i qortuar, nuk jam nga ata që them sot te ik Sali Berisha, përkundrazi. Është puna e tyre, është zgjedhja e tyre. Ai që kam thënë është që është një parti private e Sali Berishës, me sa duket fundi i saj do të jetë bashkë me fundin e Sali Berishës, por ka një gjë. Ata njerëz të cilët e kanë mbështetur Partinë Demokratike, duke parë që aty nuk lëviz gjë, do të fillojnë të lëvizin. Dhe ky do të jetë një moment, dhe është aktualisht, është një moment i mirë që për parti të reja t'jenë ato që të gravitojnë, të thithin atë pjesë të mbështetësve të asaj pjesë të opozitës. E them që zgjidhja do të jetë jo e shpejtë, sepse edhe ky është një proces. T'jemi të qartë, do të varet shumë nga performanca e këtyre partive të reja, se sa do t'jenë joshse, se sa këtu do t'din të sillen ndryshen politik, të mos jenë një kopje e Partisë Demokratike, e me radhë. Nëse ma lejon një të fundit se që ndodh aty në Partinë Demokratike, se ma bët një përshkrim të shkurtër, kaos i mbretëron, me sa duket. Kaos i mbretëron, dhe ato rregulla statutore që i kanë, që si pas leximit tim, nëse humbet zgjedhjet, nëse shpallesh jo fitues në zgjedhje, nuk je më kryetari, bie që ai që është. Ashtu e kanë shkruar pak. E kanë shkruar vetë. Është shkruar atyre. Po dhe i kanë vënë një emër, Neni Basha. Neni Basha. Neni Basha. Jo, pastaj do të jetë një telendisje akoma më e madhe edhe në sytë e njerëzve. Ndaj dhe atje shoh që dhe atje do të ketë lëvizje tektonike brenda tyre, por që janë jo në interes publik. Zgjidhja do të jetë vetëm tek alternativat e tjera. Sa të afta do të jenë të mblidhen, të sinergjizojnë, të thithin, të jenë të qarta, me tezat forta, pra të bëjnë gjithçka ndryshe çfarë Partia Demokratike ka bërë. Nëse arrin ta bëjnë këtë, kanë mençurinë dhe përgjegjësinë, shumë shpejt do të ndodhi një shift, do ndodhi një përmbysje midis forcës së opozitës. Do ta përfundojmë ashtu siç e nisëm. Dëgjuam pra sot zotin Dashamir Shehi që dha dorëheqjen nga koalicioni Djathtas për Zhvillim, por jo nga partia, gjithsesi është një gest fisnik për rezultatin që mori. Pyetja ime është, ta sqaroj edhe zoti Shehi se nga partia do të jetë LZHK-ja ajo që do të vendos shumë shpejt, sipas asaj çfarë tha, edhe për vazhdimin apo jo, apo për zhvendësimin e drejtuesit. Okej. Nëse ka shpëtuar kjo, po e saktësoj ju. Patjetër. Juve, zoti Alibej, si e shikoni të ardhmen tuaj në politikë? Ju keni një profesion të nderuar, nuk jeni pa punë, por do të vazhdoni të jeni në politikë, do të vazhdoni të kontribuoni për të mbajtur këta 170.000, 180.000 vota për opozitën e re? Janë të vetme të mia. Apo të kontribuoni për sistemin zgjedhor që duhet ndryshime, të kërkojnë gjithë. Ti ndajmë se çfarë do të thotë të jesh në politikë apo jo. Sigurisht në politikën aktive, pra të qenë në parlament nuk janë se nuk u zgjedh. Patjetër. Madje edhe ju e thatë, politikisht është një lloj fundi. Po, për të qenë fare të qartë. Është hera e dytë në fakt e imi, për të qenë edhe korrekt. Por të qeni i angazhuar publikisht, sigurisht që po. Pse? Unë besoj fort, urojt nëse kem gabim, po besoj fort që tezat e qëndrimet që mbajta janë qëndrime të moralshme, janë qëndrime po doni ju dhe idealiste, ato të cilët ka nevojë ky vend, një model i vogël, një shembull i vogël, i brisht ndoshta, i qëndrimeve koherente, me integritet. Dhe për këto, sigurisht jam edhe krenar, kam qenë totalisht i qartë
për rrugën e vështirë, e thash dhe në fillim për rrugën e vështirë. Angazhimi publik po, ndërkohë, ajo se çfarë them nga ana tjetër, nëse pastaj më bëhet pyetja se ç'do të bëhet me projektin Djathtas, sigurisht ai do të vazhdojë, nuk është një projekt individualist. Këtu kompare kam thënë që bëhet fjalë për një projekt i cili nuk ka një kryetar dhe ne s'kemi një kryetar, sigurisht do të ecim me përzgjedhjen e kryetarit të projektit tonë të Djathtës, por unë besoj që përvoja, po doni ju eksperienca, apo doni ju edhe aftësia për ato se çfarë kemi kaluar në të shkuarën, si zoti Shehi, unë, apo dhe ndonjë tjetër prej nesh, besoj që janë një gjë e mirë që mund t'i vlejnë edhe të rinjve, të tjerëve, të cilët të kuptojnë, pa e provuar në kurrizin e tyre, se çfarë dhe cila është rruga e dur, gjithmonë për suksesin e tyre, kështu që kjo është zgjedhja që do të bëjnë, po themi në aspektin privat. Ka hapësira për të shtrirë dhe njërë dorën me të ashtëqore dhe partitë e reja që janë futur në parlament tashmë, apo ato quhen kaluar tashmë me? Okej, dëgjoj, ka gjithmonë hapësirë, jo vetëm për ne, po dhe për të tjerë. Kur them një bashkim, një proces do të jetë bashkim jo thjesht vetëm mes partive të reja, po dhe personazhe publike. Do ketë gjithmonë të rinj. Ne këtu e 5-6 muaj më parë, duke qenë se ne ishim parlament dhe në takonte ne, zotit Shehi, mua, zotit Agalliu, zotit Jakuplari, e me radhë, e bëm aktin dhe gestin ton. Tashmë, për të qenë dhe fare korrekt, do ju takoj këtyre subjekte të reja që kanë një përfaqësim, kanë një vitrinë më të madhe, një forum më të madh, siç është parlamenti, që nëse arrin mes tyre dhe t'i bëjnë një thirrje edhe grupimeve të tjera që e mendojnë si ata, që ndajnë të njëjtat vlera, me kënaqësi sigurisht do ta pranonim dhe do të kontribuonim për të mirën e tyre, me thënë të drejtën. Të presim, nëse ndodh, sigurisht e them që sot, besoj edhe zoti Shehi ka thënë këtë gjë, për të thënë se kemi dhe detyrim në fakt. Kemi qenë të investuar politikisht dhe publikisht, dhe kemi dhe një lloj detyrimi për të ofruar shërbimin ton në të mirë të këtyre partive të reja, pastaj nëse marrin apo jo është çështja e tyre, por detyrimin ton e kemi. Më doli papritur edhe një pyetje. Nëse Berisha do të largohet nga Partia Demokratike, do të riktheheni në Partinë Demokratike apo projekti i ri do të eci, do të vazhdojë përpara? Nuk ka kthim pas. Atëherë, e kam bërë të qartë pozicioni që unë kam pasur, raporti që kam pasur me Partinë Demokratike, nuk ka qenë një thjesht thyrje për shkak të raportit personal me Sali Berishën, madje me të nuk kam pasur asnjë problem personal. Publik po, apo në raportin politik, sepse nuk bëhet fjalë thjesht dhe vetëm për Sali Berishën si personazh politik, por për mendësinë që ai ka injektuar me sa duket shumë fort brenda Partisë Demokratike. Nëse atje do të ndodhë diçka që mendësia, berishizmi, largohet, kthjellohen, qartësohen, të kuptojnë që metoda e vetme për të shërbyer demokratëve më së pari dhe shqiptarëve më së dyti do duhet jetë një model totalisht ndryshe nga modeli i Ramës, ku vlerat po, sinqeriteti po, modernizmi i Partisë Demokratike duke ricikluar, duke vendosur garën e me radhë, asnjëherë mos thuaj jo, sepse në fakt unë në 2 vite, 3 vite, këto kam kërkuar në fakt tek Partia Demokratike. Dhe sigurisht nuk është çështje se ç'bëj unë, po se çfarë bëj një pjesë e madhe shqiptarësh që të paktën 200.000, të cilët nuk e votuan në 11 maj. Ata do duhet të jenë, po themi targeti kryesor që do duhet t'i preokupoj. Ishin 200.000 që i kishin 21 si kanë tani. Kështu që si kjo është ndodhur. Kur mos thuaj kur, mund të vijë një lider i ri, mund të bashkohet gjithë fraksionet. Kur mos thuaj kur, por edhe një herë, asnjëherë, dhe unë jam ata që them sot, nuk do duhet jetë kurse si një bashkim personal, do duhet jetë bashkim vlerash. Nëse ka bashkim vlerash, nuk ka rëndësi shkoj as shkoj unë. Do të shkojnë shumë shqiptarë, do të shkojnë shumë shqiptarë të mërzitur me Edi Ramën, dhe ky do të duhet jetë suksesi një partie të reformuar, moderne, sfidante për pushtetin. Zoti Alibe, ishte kënaqësi biseda me ju dhe ju uroj shumë sukses. Falenderoj shumë për mundësinë.